Vendi ynë pritet të përfshihet nga një valë e re e të nxehtit ekstrem. Në ndikimin e një mase të ngrohtë ajrore nga jugu gjatë fundjavës së zgjatur dhe deri në fund të javës së ardhshme, do të mbajë mot me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira të pakta deri mesatare lokale. Sipas parashikimeve, temperaturat maksimale ditore në të gjitha rajonet e vendit do të jenë mbi 32 gradë Celsius, ndërsa në disa zona termometri do të kalojë edhe 40 gradë. Temperaturat tropikale nuk do të bien as gjatë natës, pasi edhe vlerat minimale do të mbeten jashtëzakonisht të larta. Sipas meteorologëve që tashmë kanë ndezur meteo-alarmin, territori i Maqedonisë së Veriut ndodhet në ndikimin e një vale të nxehtë dhe të thatë ajrore që vjen nga jugu, përkatësisht nga Afrika. Të premten më 31 korrik moti do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira të pakta lokale. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 12 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 31 deri në 39 gradë. Për shkak të kësaj vale të nxehtë që vjen nga Afrika, qytetarëve u rekomandohet të shmangin ndaljet e panevojshme në periudhën më të nxehtë të ditës, nga ora 11 deri në ora 17, si dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje për të shmangur dehidratimin.